Përshëndetje zonja dhe zotrinj, ky është edicioni qendror, këtu në ekranin e kanalit 7, ndër të tjera do të ndiqni. Nuk ndalet rritja e çmimeve, vetëm këto të hënë zarzavatet janë shtrenjtuar me 20%. Ekspertët thonë se tregtarët po abuzojnë duke përfituar nga situata. Policia e Tiranës parandalon një atentat, arrestohet 37 vjeçari me pistolet, tritol dhe mask silikoni. Nuk dihet ende kush ishte shënjestra që do të eliminohej. Studentët shqiptarë në Maqedoninë e Veriut protestojnë në Shkup, kërkojnë që provimet e diplomimit i zhvillojnë në gjuhën e tyre amtare. Do të vjojmë më gjërësisht me lajmet. Një tjetër valë shtrenjtimi ka përfshirë zarzavatet dhe frutat këtë të hënë. Shumë prej tyre që vinë kryesisht nga importi janë rritur me 20%. Ekspertët thonë se tregtarët po abuzojnë me çmimet duke përfituar nga situata. Perimet dhe frutat janë rritur sërish këtë të hënë në tregjet me pakicë në kryeqytet. Për domatet, kastravecat dhe një grup zarzavatesh të tjera, kryesisht nga importi, çmimet janë shtrenjtuar me rreth 20%. Vetëm domatet që vinë nga Greqia kanë arritur deri në 400 lekë për kilogram në tregjet me pakicë. Çmimet sot janë rritur për 20% më shumë se sa ditët e tjera. Më shumë edhe nga importi, se nga që s'ka shumë domate vendi. Shumë prodhime vendi edhe janë rritur nga importi. Morën këj qiki këtë se janë mësu. Janë mësu më këtë tërbjetën, e din që është ngrit. Vetëm thotë kesh mall të mirë. Ndërkohë, sipas ekspertëve, aktualisht ndodhemi përballë një rritje më shumë abuzive të çmimeve se sa një shtrenjtim të justifikuar nga rritja e çmimit të naftës në vend. Ka një rritje në fakt prej 2-3 javësh, ka një rritje të frikshme, nëse flasim vetëm për fruta e perimet, por sigurisht edhe shumë produkte tjera. Dhe gjykoj që jemi para një fakti abuziv në lidhje me tregtimin e këtyre produkteve. Shumica e produkteve perime sot janë nga importi dhe kryesisht nga Greqia ose maksimumi deri në Turqi, të cilat nuk janë ndikuar as nga lufta në Iran, as nga bllokimi i ngushticës së Hormuzit. Ndërsa për çmimet e produkteve vendase që pritet të dalin së shpejti në treg, rritja konsiderohet më justifikuar sipas ekspertëve. Gjykoj që nuk është abuziv për disa arsye. Prodhuesit tanë, kryesisht serat, u përmbytën 2 herë këtë vit. Dhe si pasojë ata kanë dalë me një treg me një çmim shumë të lartë në treg, pra po shesin, dhe nga janë më vjen edhe mirë për ta sepse gjatë gjithë kohës ata janë njerëzit që lodhen më shumë dhe fitojnë më pak. Pritet mos ulet prodhimi vendas, madje edhe për të shtrejtuar, për të rritur mund të ndodhi, sepse prodhimet e majit të qershorit do të ndikohen nga çmimi aktual i inputeve tona bujqësore. Në këtë situatë, ndërsa qytetarët përballen çdo ditë me çmime gjithnjë më të larta në treg, ekspertët kërkojnë më shumë kontroll dhe transparencë në zinxhirin e furnizimit për të shmangur abuzimet. Një 37 vjeçar përfundoi në prangat e uniformave blu të Tiranës pasi u kap me armë një sasi tritoli si edhe mask silikoni. Dyshohet se ai ishte nisur për të kryer një atentat ndërsa ka qenë i skeduar për ngjarje të tjera kriminale. Policia po heton për të zbuluar shënjestrën e atentatit që u parandalua. Një ngjarje e rëndë është parandaluar nga policia e Tiranës ku është arrestuar një 37 vjeçar, i cili sipas bluve ishte nisur për të kryer një atentat ndaj disa personave të tjerë. Në pranga ka përfunduar Perikli Doçi, një personazh i njohur për policinë për shkak të rrezikshmërisë së lartë. I riu ka qenë duke qarkulluar me një motor dhe me masku është pikasur nga shërbimet e policisë, të cilët i kanë kërkuar që të ndalojë. Doçi është munduar që të arratiset, por më pas është ndaluar në afërsi të paskuqanit. Në momentin që policia e ka kapur, atij është gjetur një pistolet, një sasi tritoli gati për shpërthim, 10 litra benzinë si dhe një mask silikoni. Grupi hetimor ka dyshime se Doçi kishte përplasje me disa persona të tjerë dhe ishte nisur për të kryer atentat. Litrat e benzinës do t'i përdorte për të djegur motorin, i cili gjithashtu rezultoi i vjedhur. Perikli Doçi dyshohej gjithashtu se në tetor të vitit 2025 në zonën e Paskuqanit ka qelluar me armë zjarri në drejtim të një banese, ndërkohë që më pas është larguar me një automjet, të cilin e ka djegur në afërsi të Tapizës. 37 vjeçari gjithashtu dyshohet se është autori i një tjetër ngjarjeje pak ditë më pas, të vendosjes së një tritoli në një banesë në Paskuqan ku fatmirësisht pati vetëm dëme materiale.
Një shpërthim me lëng plasëse ka ndodhur pak pas mesnate në oborrin e shtëpisë administratorit të njësisë administrative Qasaret Bujtan Kapa në fshatin Toç të Memaliajt. Nga pamjet filmike rezulton se kanë qenë 2 autorë, të cilët kanë zbritur nga një automjet i Range Rover. Policia në njoftimin zyrtar bëri me dije se ata janë larguar nga aksi rrugor Krahas Memaliaj, ndërsa në afërsi të fshatit Qasaret kanë ndjekur automjetin që kanë përdorur dhe më pas janë larguar në këmbë. Shërbimet e policisë vjojnë kontrollin e zonës për lokalizimin dhe kapjen e autorit apo autorëve. Me thirrje Gjua Shqipe e drejta jon, studentët shqiptar në Maqedoninë e Veriut kanë marshuar në Shkup. Ata kërkojnë që provimet e diplomimit t'i bëjnë në gjuhën amtare pasi ligji ua ka njohur këtë të drejtë. Qindra student shqiptar të jurisprudencës në Maqedoninë e Veriut kanë dalë në një protestë masive për të kërkuar përdorimin e gjuhës amtare shqipe në provimet e diplomimit. Sipas tyre, kjo e drejtë ekziston ligjërisht, por nuk zbatohet në praktik. Kjo protestë nuk duhet të ndodhte kurrë. Nuk duhet as të mendoj që në vitin 2026 studentët e dilnin në rrugë për gjuhën e tyre. Por para se të jemi student, para se të jemi profesionist, ne jemi shqiptar. Dhe kur preket gjua, preket vetë themeli ynë. Gjua shqipe nuk është vetëm mënyra si flasim, është mënyra si ekzistojmë, mënyra si kemi mbijatuar, qëndruar e si kemi ardhur deri këtu. Studentët theksojnë se përdorimi i gjuhës amtare shqipe është elbësore për të qenë të barabartë në ushtrimin e profesioneve juridike si avokat, gjyqtar apo prokuror pas një kufizim. Gjatë protestës ata mbanin pankarta me mesazhe si Gjua Shqipe drejta jon, ne flasim shqip dhe nuk ka shtet parini, duke theksuar se kërkesa e tyre nuk është politike, por një çështje e të drejtave themelore. Studentët kanë nënshkruar gjithashtu një peticion me të cilin kërkojnë zbatimin e ligjit për përdorimin e gjuhës shqipe në Maqedoninë e Veriut, duke argumentuar se megjithse shqipja ka një status zyrtar, provimi i jurisprudencës zhvillohet kryesisht në gjuhën maqedonase, gjë që krijon vështirësi dhe pabarazi. Ministri i Jashtëm Ferit Hoxha i bëri thirrje qeverisë në Maqedoninë e Veriut të plotësoj kërkesën e studentëve shqiptar. Sipas tij, përdorimi i gjuhës amtare është një e drejtë garantuar nga kushtetuta. Tirana zyrtare mbështet protestën e studentëve shqiptar në Maqedoninë e Veriut. Në një reagim në rrjetin social X, Ministri i Jashtëm Ferit Hoxha shprehur se dhënia e provimit të universitetit në gjuhën shqipe është një e drejtë garantuar nga kushtetuta e vendit fqinj, e cila nuk mund të mohohet askujt. Përdorimi i gjuhës amtare është një drejtë themelore e garantuar nga Kushtetuta e Maqedonisë së Veriut dhe ligji për përdorimin e gjuhëve, e cila nuk mund dhe nuk duhet të ngushtohet apo vonohet në asnjë procedurë. Nëse procedurat rezultojnë të mangëta dhe të paqarta, është detyrim institucional që të gjenden zgjidhje të drejta dhe të qëndrueshme. Sipas kryediplomatit, kjo çështje duhet të trajtohet në mënyrë institucionale dhe politika të mbetet jashtë. Kjo është një çështje që kërkon trajtim të matur dhe të përgjegjshëm, larg çdo përpjekjeje për politizim. Ajo duhet adresuar me seriozitet institucional dhe në frymën e respektimit të drejtave themelore. Për Hoxhën, institucionet përkatëse të Maqedonisë së Veriut duhet i përgjigjen kërkesave të studentëve shqiptar. Studentët meritojnë përgëzim për angazhimin qytetar dhe mënyrën demokratike me të cilën kanë artikuluar kërkesën e tyre. Kjo kërkon një përgjigje me të njëjtin standard, përgjegjshmërie përmes dialogut konstruktiv dhe zgjidhjeve që respektojnë plotësisht të drejtat e garantuara. Kjo çështje ka tërhequr vëmendje të shtuar së fundmi, pasi 385 studentë shqiptar nga 3 universitete përkatëse kanë firmosur një peticion, duke kërkuar që provimi i jurisprudencës të mbahet edhe në gjuhën shqipe, në përputhje me të drejtat e tyre ligjore. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha u paraqit këtë të hënë në SPA, ku përsëriti akuzat ndaj prokurorit Altin Dumani dhe gjyqtares Irena Gjoka. I pyetur nga gazetarët, lideri i opozitës tha se do të përballet me Edi Ramën në gjyq, nësa i thirret si dëshmitar në procesin ndaj tij. Nëse në 15 prill togat e zeza japin dritën jeshile thirrjes së kryeministrit Edi Rama në procesin Partizani si dëshmitar, Sali Berisha pranoi se do të përballet me të brenda gjykatës antikorrupsion, ku i pandehur është vetë. Teksa shleu detyrimin ndaj ligjit që e urdhëron të paraqitet në SPAK, ai tha se kryeministri do duhet të ishte thirrur pasi në dokumente ka zhvendosur në terren trojet e ish kompleksit sportiv kur ishte kryetari i Bashkisë së Tiranës. Edi Rama
është kërkuar që në fillim të vi dëshmitar, po më thirrri gjykata, do shkoj me kënaqësi. Dhe t'ja bëj, e merrni vesh se ta bëj djera më naty. Le të vi, po të doj. Tjetë me kamera, ta shohin të gjithë shqiptarë. Të dalim ballavaçomi. Po s'vjenaj, këta i shumëzon me zero, i ka si ushtar. Po e thirrën, unë e vlerësoj, atë do shkoj patjetër. Edhe këtë herë nuk munguan akuzat ndaj shkreut Spak Altin Dumani dhe gjyqtare Sirena Gjoka. Lideri demokrat thotë se kjo e fundit u amnistua nga kryetari i gjykatës së lartë Sokol Sadushi. Seriali Gjoka u mbyll sepse serialin Gjoka do ta çojnë ta gjykojnë tek gjykata e vet, se gjykata nuk shkon, nuk ndodh kur që njëjta gjykatë të gjykoj personin, por ky është urdhri i Sadush Gjoks, edhe s'kan që bëjnë. Zoti Berisha, ju gjykoni që kjo do të ndodhte e njëjtën me thirrjen e kolegjeve të bashkuara? Jo, ajo ka ndodhur, e ka dhënë këtë udhëzimaj, e ka lëshuar kur ja kanë kërkuar. Kurse këtë aja përdor, e disi e përdor gjykatën ai si guzhin. Sali Berisha dhe Jamar Maltezi, dhëndri i tij, janë të bashkëpandehur në këtë proces dhe akuzohen se me 2 biznesmen e 1 notere kanë kryer korrupsion. Nga ana tjetër, dhëndri akuzohet edhe për pastrim parash si pasojë e privatizimit të trojave të ish klubit sportiv Partizani. Spak thotë se kjo vendimarrje i atribuohet Berishës kur ishte kryeministër. Një 50 vjeçar është shpëtuar nga policia në Fusharës pasi u gjet pa ndjenja. Efektivët e komisariatit të policisë në Puk shkuan menjëherë në vendin e ngjarjes pasi morën informacionin se në fshatin Krap ndodhej një person i shtrirur pranë antenave. Mësohet se 50 vjeçari, punonjës në një kompanie celulare, kishte shkuar për të rregulluar një defekt në një antenë të kompanisë. Ai u transportua me helikopter drejt spitalit të traumës për ndihmë mjekësore. Takimi i kryeministrit të Kosovës Albin Kurti me kryetarin e Lidhjes Demokratike Lumir Abdigjiku për çështjen e presidentit nuk prodhoi asgjë të re. Vet Kurti u shpreh optimist se përmes bisedimeve me forcat politike do të bëhet e mundur shmangja e zgjedhjeve të reja. Edhe Abdigjiku deklaroi se takimet të kësaj natyre janë rruga e vetme për të shkuar tek emri i kreu të ri të shtetit. Ndërkohë, parlamenti i Kosovës ka edhe një muaj kohë për të zgjedhur presidentin e ri të vendit. Kjo ishte gjithçka e përgatitur edhe për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë, mirupafshim.